Çfarë është projekti SEPA dhe si ka filluar kjo iniciativë? Projekti SEPA është një iniciativë e hershme e Bashkimit Evropian, është sistemi Evropian i unifikuar i pagesave, nëpërmjet të cilit të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, por jo vetëm, pasi shtrihet në 36 vende përfshirë dhe vendet e Bashkimit Evropian, kryen pagesa brenda vendit dhe ndërkufitare nëpërmjet këtij projekti. Nëpërmjet pjesëmarrjes në SEPA, bizneset dhe qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian kryen transferta me një kosto më të ulët dhe me një shpejtësi kohore më të madhe. Shqipëria ka filluar punën dhe konkretisht ne si Bankë e Shqipërisë kemi filluar punën që në vitin 2021, pra është një punë disa vjeçare për të bërë pjesë e projektit SEPA. Por në vitin 2023, Bashkimi Evropian shpalli planin e ri të rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe projekti SEPA ishte një nga prioritetet kombëtare. Pjesëmarrja në projektin SEPA u kthye në një prioritet dhe Banka e Shqipërisë në koordinim dhe me institucionet e tjera ka punuar fort dhe shpejt në mënyrë që të përfundonte aplikimin për të bërë pjesë në projektin SEPA, pra në sistemin e unifikuar të pagesave në Bashkimin Evropian. Dhe përfundimisht, ne dje kemi dorëzuar aplikimin në Këshillin Evropian të pagesave. Cilat janë përfitimet e Shqipërisë? Shqipëria si vend me pjesëmarrje në SEPA, bizneset dhe qytetarët shqiptarë do të fitojnë qindra milion euro, sigurisht, nga komisionet dhe nga shpejtësia e kryerjes së transfertave. Ne duhet kemi parasysh që turizmi është një nga motorët e zhvillimit ekonomik dhe sigurisht që nëpërmjet transfertave më të shpejta dhe me kosto më të lira do të përfitojnë të gjithë agjentët turistik dhe vizitorët dhe turistët, por gjithashtu dhe investimet e huaja direkte do të përfitojnë. Do të kemi parasysh që të gjithë qytetarët shqiptarë që punojnë jashtë Shqipërisë do të përfitojnë nga kryerja e transfertave nëpërmjet projektit SEPA. Pra realisht do të ketë përfitime disa miliona euroshe në momenti që ne do të jemi antar, do të pranohemi pasi neve kemi përmbyllur punën për aplikimin në Këshillin Evropian të pagesave dhe do të vazhdojmë procesin derisa të bëhemi antar. Por ajo që dua të them është që lajmi i mirë është që Shqipëria është vendi i parë i cili ka dorëzuar aplikimin nga vendet e Ballkanit Perëndimor për të bërë antare e SEPA-s. Ky është një projekt i Bankës Shqipërisë apo kanë kontribut edhe institucionet e tjera? Banka e Shqipërisë ka pasur rolin udhëheqës dhe ka kryer punën kryesore, duke qenë që është institucion financiar dhe sigurisht që, sikur se thash, që nga viti 2021 ne kemi punuar për të plotësuar paketën e aplikimit, por kjo punë është kryer në koordinim dhe me institucionet tjera, siç janë disa ministri, Ministria e Financave, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Drejtësisë, Autoriteti i Konkurrencës, Agjencia e Inteligjencës Financiare, Komisioneri për Drejtën e Informimit dhe institucionet të tjera. Paketa ligjore për aplikimin në SEPA është kompletuar dhe është vlerësuar nga Banka Botërore që Shqipëria është në përputhje të plotë. Tashmë do të shohim përgjigjen e Këshillit Evropian të pagesave pas aplikimit ton që e kemi dorëzuar dje. Cilat janë hapat e mëtejshme? Pas aplikimit, ne do të komunikojmë ngushtë me Këshillin Evropian të pagesave për të parë nëse do të ketë kërkesa të detajuara, kërkesa teknike, por sikur se thash, paketa ligjore është plotësuar, është dorëzuar dhe ne jemi në pritje të përgjigjeve dhe detajeve për të plotësuar. Besoj që Shqipëria, duke qenë që jemi dhe vendi i parë që kemi plotësuar aplikimin, do të ketë sukses në këtë aplikim dhe ne shumë shpejt do të bëhemi antar në SEPA.